Një ngjarje pa precedent ka ndodhur në Gjirokastër, ku një nxënës është hedhur nga kati i dytë i shkollës në rrethana ende të paqarta. Mësohet se ngjarja ka ndodhur në gjimnazin Siri Shaplo, teksa nxënësi ishte në vitin e dytë të shkollës së mesme. Shokët në polici kanë deklaruar se ai e ka kryer këtë veprim për shkak të një basti dhe për të fituar 10.000 lekë të vjetra. Rënja e tij në tokë i ka shkaktuar lëndime dhe është dërguar në spital për të marrë ndihmë mjekësore. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.